atëre kur Bosana është televizionin që është të vota transmitimi, nuk kemi marrëveshje me ta, nuk kemi s'kam bo kërfar aplikimi, s'kemi bo kërfar pagese, të keni parasysh sa në janë të hapura për publikun, në momentin në janë të hapura për publikun, si nëse në sa të kalume që kanë qenë media prezent, nuk jam që ndalu bukmina, përsëri janë të hapura dhe përsëri se janë ndalu në bukmina, nëse juve i do shqetësu si pja, mundi me të bo propozim për mbylljen e seancës për publikun, edhe na e qesim vëndër nëse kalër, media të qesim jashtë. Nëse jo, jemi në rregull. Për ndryshe nuk ka kërfar marrëveshje as vendi as komuna me televizionin cili po e bën transmetimin e seancës. Transmetimi në televizion profesional bëhet sipas një filmi në periudhës 6 ose 18 maslite, për ndryshe është një në YouTube që është duke transmetuar për momentin direkt, që kjo është informacioni që me kam. Janë të mediat me qenë të prezent, juve që të përshajnë për cilat të mediat është të lirë, dhe është që të mund sajtë në sonë të hopra me më pjesë, dhe unë nuk kam ma shumë me shtu në këtë drejtim, atëre me njëherë e me fjallë në një të rejtojë. Nuk e di se kam unë se kam, unë personalisht nuk e kam. Apo, kom përëndu që kom e rëndu, po përshkak të probleme teknike dhe financiare cilat përshojnë brenda komunës, po mëse që sa nëse tjere të kapimi me posë rëndu. Po, premtimi pjesërisht po shkëm të mbajt, po shkak se është më duke folio pja onës në falemderit. Falemderit shumë kryesues të nderuar të pranishëm. Unë po të mu përgjigj në disa prej pyetjeve ato që e kam zonë prej kur kam qenë, kur ktheva në zonë. Laureat Druko, nuk është, të më thonë, kontrata e din është kërniz, mujna është me një kozgjote të caktune, mujna me përësit halos së ko nevoj, e mira është që mu të është përmirësu edhe jo gjithë klasat, gjithë shkollat po ka nevoj për me ndez zjarin, edhe aqë so unë kam informacion, nuk është që ka najtë të lashet e tjilë, pra, kush dhe që ka nevoj, ka drum jaftushëm. Janë shpërnda për shkak të një situatë emergjente që ka qenë, edhe kryesisht gjithë ata që kanë pas nevoj për dru, kanë kërku edhe i kanë marrë. Nuk është bona i farë diferencimi ose kështu. Nuk di që është refuzu dikush prej cilave kemi pas që ka nevoj të tjilë. Ka pas disa vene ku jenë konë ma të ndishme, ka pas disa vene ku jenë dëmtu ma shumë prej rejsheve të shiut, edhe që atu kemi pas një fokus. Çështja e bonuseve, që e ke bot t'i pyetje se çka ka ndodhur, po ashtu edhe lidhet pak me pyetjen edhe shqetësimin që ngriti edhe zotëri Ismaili. Njerë është anullu, pastaj është plotësu ndryshuar vendimi i anulimit dhe është shfuqizu. Ti pyete pse s'peleni shfuqizuar. Është i shfuqizuar. Domethënë vendimi është shfuqizu. Po, se ti pyete prap a e konsiderojmë hala të keq, shumë të keq, po hiç s'ka rëndësi sa është i mira i keq, ose çu e konsiderojmë na, se mundet një gjë, shumë edhe mu më duke i keq, ty më duke i mirë. A vëdi? Po jo është vendimi i shkryetarit. Jo është vendimi i shkryetarit. Ki të drejt pse ki dyshime, sepse as te, as zyra ligjore, as kërkush se ka po vendime. Është vendim që e ka marrë vetë kryetari, ka shku e ka protokollu, as nuk ka shku në ministri. Shkelja e parë është që as ministria se ka po. Pajtun, që nëse se ka po një institucion që lidhet direkt me ta, se ka po as zyra ligjore ku ke pas me po ti. Përveç nëse ishe marrë me ndërtim, nashta të kisha rani me po, nashta me qenë se si marrë, se ke po. Po, prap edhe këtu do të ndërhy se jo të gjithë se kemi pas ta kemi ndërtus, edhe aty kish pe tyne që se këshim pas, si që në ka në djenisë që shoferojnë bonusat. Kjo është vendimi i dytë, ti më si të full për një ma heret që u konë. Kjo i dyti se ka po kërkush. Dhe më thonë, vendimi është shfuqizu. Vendimin e kuvendit komunal që e kena marrë për bonuse, të cilën e ka kthy përkundër që ministria na i ka kthy të kundërligjshëm, dhe na i kanë çu shkresën, sekretari e din, lënjoti e din, që na kanë dërgu në kjo është gjykatë. Janë 12 vendime asoni e din në gjykatë që ministria na ka çu në gjykatë. Unë e dita këto, po unë që po flasë është vendimi me numër, është dosht me lexu. Është interesant, e din sa zomë është 641 numri i vendimit, po se ke po kur, për çfarë se din tani për cilin vendim. Çto problemi, Laurat? Po e kemi shumë seriozisht. Për çfarë është i shfuqizuar? E kemi çu për hetuesi, presim vendim për gjykatës qysh me vendos. Ka me vazhdu. A kupton? Çështja i nderuar zoti Ismaili po përgjigjem në vend të drejtorit të inspektoriatit.
Këta kanë shku, i kanë ol punimet, i kanë vendos shiritat. Heqja e shirita kur ti vendos inspektori është vepër penale. A ka njerëz fuqishëm e të guximshëm që e bojnë ato? Po ka. Qa me bojnë, s'mu i nali kështu. Pastaj ka procedura tjera që me shumë gjas është të marrë drejtori dhe me inspektorat e tij tash në teren. Aktualisht jem të fol në këtu. Patjetër, jem proces verbalet, edhe vazhdojmë tutje me procedurat shtesë. Kjo është. Edhe te përmeni një rast, unë me sot dije nol 1.58 anon. Kështu që një, gjithë del ka një pak më i furt, zbutet, qa me thonë? Po. 58 anonës, 50 kam fillu me ndërkohë. Mirë dhe? Mirë. Po, nuk më dëgjova, më falë. Folje me mu, vjus. Po, thëmë janë trajnim, nuk janë teren. Mirë dhe mu, ndojnë trajnim, ndojnë teren. Po ka, a e di që është marrë një vendim për kryetarit, për shembull janë autorizuar edhe disa punëtorë tjerë të komunës me dalë si inspektor. A e din ku janë ata? A e din ku janë këtë punëtorët e komunës? A e di për krejt punëtorët e komunës ku janë? Zoj se po flet kështu me një farë bindje, me një farë siguria. Abdi, disa punëtori ka komuna më spor. A e din sa punëtori ka komuna? Shumë? Se? Nëse fillojnë ashtu mos me respektu, nëse respektojnë procedurat, Po fillimisht duhet me ditë sa janë krejt, numrin total. Pastaj kur të dim numrin total, duhet me ditë cilët janë punë, cilët janë trajnim, cilët janë pushim, cilët janë smut. Une kur do të shikoj diçka, unë flas seriozisht çysh duhen me ful. Këto njohin edhe kolegët e mi para prakurin akon këtu. Çat moment që unë vendosi me ful çysh ti kërkon me fulun zvi heç se e di që ti e thu çat mendim. Me qenë se unë kam menimin tam, unë e them menimin tam çysh unë mendoj që më i miri bios. Unë të respektova aty s'kam ndërprej asnjëherë kur ke ful, hiç. As ty, madje as një për juve. Është mirë të paktën që to me e tregu edhe me mu me më dëgju. Ju, faleminderit shumë. Dardonën, spedia është këtu, nuk kanë leje për këto kunat, është shpenzu kontrata për rënim, kemi tentu me punëtor tjerë me bo, nuk ja kemi dalë, kemi munges mjetëve, kemi problemet, që me thonë, logistike, do të me pritë dhe se të bëhet kontrata e rej. Edhe me ashtu. Po, pajtona me zotri Murselin, i cili përdo du të me posë regulorën për shfrytëzimin e hapësira publike. Se shkojnë krahas njëna tjetërës tu, edhe duhet me punu, jem të punu në drejtim, e sot di jemi ofër për me i bo grupet e punës edhe ato. Ku tani lusim edhe ju sugjerojmë që me marë pjesë edhe me na jep idet edhe me kontribu në këto regulore që me qenë sa më të mira. Çështja që e ngriti pak mi gjeni pak edhe zotri Ali Ismaili. Nuk kemi të drejt me ju jep listat të punonjësve të organizatave të kompanive tjera private. Çka mujna na me ju tregu, është marrëveshjen që ka komuna me këto kompani, edhe shërbimet që i kërkojmë na për tyne. Punëtorët, rekrutimin, që i përzgjedhin ata është çështje e tyne, drejtojnë ju atyne. Ajo çka na kemi me ta është një kontratë cilën e ka lidhur pushteti më herët. Po besoj që ju jeni më të informuar se unë bile për atë kontratë. Po është kontratë e tillë. Unë tazom përmes menaxherëve të kontratës, ju kërkojmë këtyne dy operatorëve ekonomik ta quajmë kështu, shërbime të ndryshme. Edhe ata shërbimet na i ofrojnë përmes punonjësve tyne. Që shumica prej tyne, mos me thonë 90% janë ata që kanë qenë edhe më herët. Ata, unë jam i sigurt që ju njeni shumë më mirë se unë. Apo jo? Qetësi. Mirë. Çështu është kjo farë punë. A vedin, nuk tepër pak në ata që ka pos vrejtje në largu. Një pjesë dërmuese laureat, pasha zotin, disi dhe krytë sa dush, po shumica e tyne, me aqë së jem informu prej menaxherëve të kontratës, janë të njëjtit që kanë qenë. Për gjona tilla, pyetje shtesë që kënë prapë konsultona menaxherët të kontratës, sa më thanë nuk kena drejt me jep lista tilla. S'mu ishti me zërë, i ndërum zotri Ismaili. Pas shërbimet më imi tregu që janë qenë shërbime shëndetësore, kulturore, administrative, tash a di si të shërbim administrativ, gjithë shka më njët aty, që shtu e kanë lidhë kontratën ta. Une isha konë, që shme thonë, ma interesu me diskutu që kanë marrë guxim me lidhë një kontratë të re, të e pas kontratën e vjetër, për shërbimet e njëjta. I kanë do 2 milion për shërbimet saktune, i në shku i kanë do edhe 1 milion për shërbimet njëjta. Edhe 300.000 euro për shërbimet tjera. Apo këpëtën është kontrata me Caritasin për shërbimet saktune, është lidhë një kontratë tjetër me operatorin Kosovamet për shërbimet e njëjta, është lidhë... Ka mundësi, zoti kryesus, zoti asambleist, ka mundësi që nevojët e të mdoja. Pastaj, nëse muj, s'ka mjaftu as kjo, është lidh edhe një kontratë me sistem, me si me bënjë, janë 11. Ata i kushtojnë komunës dikur rreth 300.000 euro në vit. Qështu? Për shërbime, për përvoja për ashtu. Apo kupton?
që do ne diskutojmë që të pjesë ma gjatë. Po emrat e ty në unë s'kudzojmë ja unë. Kush do që kudzojnë, le t'ja u jep. Shumicën i din laurati. Ma mirë se unë, bre. Unë do dhe harroj gjysën, ti një personalisht. Ideja këtë që mora të gjithë në krytot një prezentu e halla tezet bijat që i kemi futë si rrishtë e morin boga. S'kish me konë mirë ato me diskutu, e kemi të i kalu po besoj atë farë pjesë, nuk po du unë s'po du me diskutu, kush dojle të diskutoj le të fletë për ato. Dhe tashti që janë shërbime... Nuk as holla, as teze, as familjarët, as kryetorit komunës, as në kryetorit komunës, as një drejtorit aktualisht komunës, as një asamblishtit komunës, që to mu i me të garantu. Po ta përsëris, s'ka... Jo, se kontrata e lejon edhe ashtu. Po? Po, e kemë prej... Po, tash... Po diskutojmë ashtu, do se kam problem, a vëdin. Une... Qësh me thonë me laratu nuk pëdi pse pe keni ka njëri një farë insistimi që mi njuft. Na ashta këtu në heri keni njuft krejt që kanë hi e kanë dollë komunë. Tash s'janë ati s'muni mi njuft krejt. I njëni ata që jenë konë, do të rinë, do dhe ka shtu kompania, do të si ka shtu, që është e tyna, po këpëtën, krejt s'muna mi njuft. Unë e bile si një krejt. Sot që një këtë gjashëm. Se ti ta këta të rritë s'pi njuhëm. A vëdin unë si njët vjetrit, pro. Nëse ti si njët rritë, unë si njët vjetrit. Qështu është? A vëdin, po ko 4 herë ma shumë të vjetër laureat, unë seriozisht s'kum prit që mi boni shtë pyetje, sepse ju e dini mirë që janë 4 herë ma shumë të vjetër, që ju kanë vazhdu, e ti çdo shqitove na respektu, sepse na e kemi respektu. E kemi mirë kuptu. Mirë dhe po ti tani ndërhyve, vëdin, pyetjen e boni. Jetë merë, rruga Grabovc Slatino është qashtu që the, së është kompetencë jona, por më duhet me të njoftu që na veç kemi fillu një komunikim me ministrin, ata e kanë po drejtori infrastrukturës besoj që t'i jep detajet, po jemi të humor me këtë çështje. Nuk mujme të kallëzu saktë se kur kryet. Po ashtu, ai sjellsi se besoj e di prapë edhe këto që është e kompanisë rajonore të sjellsit, ata e dinë kur mundet me përfundu projektin, nuk kam informacion të saktë që mujme të po. Nuk di nëse e harrova naj dikon. Mi gjen nuk e di saktë numrin sa është, mujme pyet edhe me po se a guxoj me ta jep ajo. Për punëtorët në Kosova Med. Se di burë. Apo këpëtën? E di, a di që a i di, ju po shazoti si i ki asë një përgjigje. Pse? Për shamë dhe di që kretari komunës mi gjenë, këtu e ka posat seancën e parë me 5 djetor, me 1 djetor ju ka vazhdu 30 diçka punëtorëve kontrata. A di, i shkone e ndesh me mena pas prita, vedin? A lojnë vazhdu të kontrata, po na këshin priti shkone ma korrekt, edhe ma fair. S'na kam priti e kam vazhdu, ja po fshin horin, qa me bo? Adi nuk, s'me thonë, a jetë e vlerësu që ka ma shumë punëtor se sot që nevojitën a që ka puna? Unë veç muj me të kalzu ty që shërbime cilat në nevojitën i kërkojmë, edhe ata na i sjellin. Ata e bojnë rekrutimin, ata i sjellin. Neve, unë e vlerësoj se janë do punë që janë të mu kry, ose janë do punë që janë të mu kry. Kush qëtë që kam ngecje, kërkojnë di. A vedin? Për shembull, një problem që kemi pas është zyra e burime njerëzore. I ka veç 2 punësues. Shefen edhe punëtorët e shefes i bjen. Ati janë 2 punëtorë aty. A din është që aty ka nevojë shumë me ndërhyj për shembull. E di që kemi kërku me një mu zyrës burime njerëzore, ata kanë sjell ndihma shtesë. A din çështu funksionon kjo? Më do të më kry puna, ata i zgjedhin se sa punëtorë kryeni punë caktuar me gjë, një une. Apo kupton? Pra, edhe nëse ka diçka të tillë, prapë edhe mundna me diskutu marrëveshje që sin tonë. Po s'mi më thonë aty në çit punë të ma kry me një njeri ose me 2 ose me 3, është punë që vlerësojnë ata, jo. Po. Veç edhe një gjo, me sa kum kuptu mi gjen, ma herët u konë të nga kushtu ma shtrejt për muj. E kum diskutu me menaxherin e kontratës edhe këto. A i po thëtë që 2 muj, 3 muj të parë kanë kushtu relativisht shumë, si pas ti, tash është rrit numri punëtorëve dhe po kushton ma lirë. Për shembull, çka është informacion që tu. Si pas menaxherit të kontratës, mundna me thonë që është kalu pak numri i kaluar që u konë. Po është nga kushtu ma lirë mi gjen. Mo, unë veç po t'informoj. Menaxheri kontratës më ka thonë që është rrit numri pak, po është zvoglu fatura, shumë. Është interesant. Paradoksale kish me thonë Ali Ismaili.
Urdhëna? Mi. Nuk më përgjigjeni pyetjen. Cilën, fal. Mos më ka i kryesues. Ma sa jam që të dhe hajde të krym. Qasja në dokumente publike për subvencione vitet kalume, për shembull janë pare të qytetarëve, aksa pakuzve, në zhvillimin ekonomik. Po. Dhe nuk kemi përgjigj, pse s'po kemi na po bëjmë kërkesë, nuk po marrim përgjigje. Mirë. Ose kur e marrim përgjigjen, po nuk kemi zyrtar për qasjen në dokumente. Ashtu është. A do ta bëni? Po, përgjigja është po do ta bëjmë një zyrtar për qasje, që ju përgjigjet juve në të gjitha kërkesat që keni për qasje në dokumente zyrtare. Edhe kemi me pas shumë atlet pasaj. Edhe se cilin dokument, edhe personalisht ka me u angazhu, që se cilin dokument që kërkujnë se cili asamblis këtu, ka me tentu edhe me qka do që ju takon me pa, qka do që keni të drejt me pas qasin to, edhe personalisht ka me angazhu që ju me pa. Sepse kënë dokumente publike, së në të mijat, ma heret janë konsideru si për unë private këtu. Nuk janë, këtu janë, edhin, është komune e Fushkësovës. Edhe kanë të drejtë qytetarët e Fushkësovës dhe edhe të tjerëve komuna me pas qasje këto dokumente dhe duhet me i pa. Kështu që mundet me ka një problem kështu i vogël teknik deri sot e sharojmë që të çështën e personit përgjegjës për këtë punë. Edhe pastaj nuk kemi me pas të lashë zëri Ismaili. Faleminderit shumë edhe ty. Spore kërkoj falje, i uroj kolegës mandatin e marë, prit të marë dhe pasim një bashkëpunim të mirë. Nuk e kuptoj në kryetarin, është në gjendje me nej 2 orë, edhe tam mund fillojmë përgjigjet me lëshu salën. Do me thonë 2 minuta është pyetje, veç 2 minuta, para se me vëllu përgjigjet e ekzekutivit, elshon salën edhe nuk del, e merë përgjigjesin shpendi në kryetari, që nuk i ka gjysën e pyetjeve se s'ken sallë. Nuk mujta me marë pyetje për të njëllën lismer, drujnë shkolla nën kryetar e di që u konë gjendje, ka gjaj rëndume prej vërshimeve, por nuk ju në konë dru që determinojnë a pështojnë, a nuk pështojnë. Kini bo shkelje që dru të shkolla e kini marë, e kini qunë në familje. Edhe ato, tani ka kritika. Se në shpërndo... 25 vjetë o zaurat. A jena të full për qitash, apo 25 vjetë. Edhe drut kur jenë shpërndo, e dina që shë jenë shpërndo në bazë të preferencave politike për të ko fakte edhe njerëz gjatë. Përfaqësimi i grave në drejtëri nuk e ka përmen, edhe pse... Së pyte që ma bone mund. Po s'ke këto shpenë një puna kryetori. E ku me morën përgjigjen e se s'marë për ekzekutivit. Kryetori s'najte. Se nuk je fem. Jo, unë e vetë. Qëre Larat, kërë e kom pyte për drejtori pëse s'ke 50%, të qysh se cili drejtor e kom malet se të nësi garantë së fjora për mu. Pritet që ku je ka i tjetë, përsa i tjetë, Përgjigjen... Di që po kërkohet në zonët s'mu për një. Atë qa mu Ideja, tash unë e porës që po du me të lonë ty me full, tash lem të flasë se për nëryshe mu shpenzohet koha. Unë i buna pyetje kryetarit për premtimin që ka bu në fushat. Ka premtu që ka me bu në kryetarin grua dhe 50% të drejtëresha. Nuk e ka bu, dhe pse si ke bu, so i ke bu. Ai nuk e morë guximin me nejt edhe lëshoj sollën. Çka që thjesht është. Drut nuk është përgjigje në kryetara e çka e thatë. Drut është shkelje çysh dush merrni sholla ka auditor që auditon edhe keni lënë fëmijët pa dru. Nuk mujna me ditë, po nxenë së dile se nesër mundet më prish moti. Mundet më prish moti edhe drut ma që informacion so kam nuk garantojnë që nëse zotet moti i keq edhe me konë sasia mjaftueshme. Edhe një qa e the konsiderojnë në gabim, është që the menagjeri kontrata më ka thonë që nuk guxojna me thonë emra për punëtor që janë pjesë e projekteve. Është gabim se na, si pushtet i kalum këna morë dënim nga kryesuesi i tanishëm i Kuvendit Komunal, pse nuk i kanë leju qasjen dokumenta zyrtar të Karitasit. Lënjat Hasoni ka bu
ankesë në agjensionin dhe komuna është dënu, që do me thonë aj menager, ose të shef diçka, ose nuk e din ligjin. E po, atëherë na këna morë dënim. Na këna morë dënim, po s'pendrani për mësi lile, bro. Po, pse s'kan dhonë qosin dokumenta zyrtar për Karitasë konë? Po, qatë është kam mujna me ndryshu edhe mujna me bo. Edhe në kryetar për një me, që kjo mënyra e qosës kryetarit, se ka bu një video në mbledhjen e kalume. Këto ishë montu mira, e den. Të më thonë mu, ke hek dhejon, një se ke qip dhejon, një dhe të me të ardmarë, një skep. Pse s'përrin mu ballafaqu këtë? Nuk e kuptoj pse nuk përrin mu ballafaqu me këto, jemi detyru me incizu veten që me po ballafaqimin ta me kryetarin qyshe kena prej OSDNJ, cili del kes ta në vlerëson qytetarin. E para, Laura, ty nuk ta ka ndalu, po besoj, kërkush që me incizu gjatë kohës soi këtu. Edhe pastaj mund në shkurti incizojsh me jetu videot si pas qefit edhe asaj se qka tish që të arsyshme me shfaqës e ju në video, është që fte jotja. E dyta, kryetarin në seancën e kaluar ka nejtë deri në fund, sot ka një angazhim, i cili po ja pa mundësëm me nejtë. Nuk, qysh me thonë, unë edhe dit ju këmë thonë, që nuk e kuptoni që se keni pa kur kryetari këtu. Është risi kjo. Kryetari vjen, ka punë, shkon, i krym punë, kthehet Laurata, po të smujna me nguju këtu. Është çështje e tij, e zgjidha i vet. Tjetër, nuk di që ka pas dikush kërkesë për me u furnizu me dru edhe si kanë shku. Me qenë se po thuje mbo në baza partijake politike. Por, edhe një gjo. A dole. Ma herët, kur e kemi pas diskutu një raport shpenzimeve, se shkojmë duke të bardhi, unë pa ta ho mësafirit do të dru. Atë kujtohet që në përse cilën drejtori ka pas dru të shpenzume. Ka pas, adin, dohlin drejtoria e shëndetësis dru, as ti mjetë që nëzej me dru se ka pas, i ko me pelet. Po, adin, ka dollë kuvendi komunal që ka shpenzu dru. Apo këpton, me i po auditori edhe qatu, politishev, Laurat, edhe ko me i po, edhe atu, edhe këtu. Abdin, na e kemi bo me sa në di dhe kujtoj publike këtë farë punën, abdin. Nëse ka në i farë pasuje, ka qa me bo, Laurat, e kemi bo tash, kam pas njerëz nevoj për dru, unë nuk e di që me i të ne shkull pa dru, nuk e kam këtë informacion, e vërtetoj, nuk di që ka nevoj, a këshin dek, ata s'këshin dek nëse a këshin që dru. Se ti the, ndodhë s'këshin dek. Tash nuk me thonë, ndodhë këshin dek. Po di, se di burg, se kam këtë farë, edhe nuk, kur që më vlerësu të ke funit a vdesin ati të njerës që s'kena mujtë një shu dru ose jo. Qështja është që drutja o ka marrë ujë, edhin, ka pas nevoj për drube, se nuk këtë dru një oksigen, në drube, ke parasysh për dorët për ngruje, kaq. E kanë banë zetë, kur ka dru edhe i zizermat, kur s'ka dru si edhe i zizermat ma ftëft. është e thjesht, e qartë, kjo farë pune. Nuk, dita është edhim, mënet njeri kush e di so gratë ftëft me jetu edhe për so kohët, s'muj me vlerësu as këtë pjesë. Unë veç që ta e di, gjendje emergjente, ujnë të në ondë, disa fshatra si në duk heq, kam pas nevoj për dru, i këna që dru. Këtu ma heret, na e dim se në që dru gjitha ndej pa pas e me pas nevoj. Apëtin, zyrtarëve të këtuit ju kanë që dru edhe në verë. S'pë di që me dhonë, s'është po ka që problem, po mirë është, ku do që ju shini që ka diçka me diskutu, na kemi me diskutu pa fund, pa pik problemi, se cilin kemi me sharu, pik për pik. Dru për dru, Laurat, faleminderit shumë. Po kohë besoj që atëre do të thashë, se nuk do të shkak drejtorin me shkësh por mua, mas i zgjas të bëna një gjë të bashkë. Jo, nëse bën. Patjetër bën çfarë. Jo. Se pritëm, kjo edhe e pyetje e ku po e bën. Ne nuk kuptojmë nëse bën. Mirë, faleminderit shumë, përshëndetje kryesues, përshëndetje në kryetarë dhe jo gjithë asamblesë.
Unë so mujta I shënova disa pyetje nga jo. Për shembull, pyetja e parë ke për murin e dëmtuar të Hekurulla aty. Veç më të njoftu që atë mur e kanë dëmtu banorët, po domethënë kanë dëmtu edhe besoj se me arsye, se ne kemi qenë aty atë natë edhe ka vërshu ujë, pra për shkak të vërshimeve, uju ka hyrë mrena banorëve, edhe ata e kanë dëmtu dikun 1 metër katror vend. Po, si, pritme, kur të flasë une, veç rrugën nga. Ose s'dalë më të përgjigje që që është. Do me thonë, ata e kanë, kërë kemi shku na, kena gjetë 1 metër katror dëmtune. Edhe, si pas tyne ka fillu vetëm me ra niveli ujtë. Kur kena qenë 2 natë, aty janë të dëmtume dikun tash rrëdh 5 ose 6 metra, leje nuk e kena rrëma, do me thonë është vetë që e kanë dëmtume banorët, edhe kërë këtë çështje është të e trajtu policia e Kosovës. Do me thonë është në procedurë të hetimet kush e ka dëmtu edhe pse ka dëmtu. Aty ka pas disa vrima nuk kanë mujt gjithë, do me thonë kapacitetin e ujtë me bartë edhe e kanë dëmtu, mirë po tash na ato do ta rregullojna si komunë, edhe se ajo është bile pronë e Hekurulla, si pas informata që kemi nuk është as pronë prona. Po mirë po, na do ta rregullojmë pavarësisht procedurat që do të heton policia e Kosovës. Tjetër, për antarin e bordit që tha, kjo është një çështje që unë kisha pas shumë me diskutu, ju e dini se antari I bordit deri tash ka qenë Valon Gogiqi, I cili ka dhënë dorëheqje pa paralajmërim, edhe ne, domethënë, I ka vazhdu, kur po merresh me ligje, mu po vjen mirë, se unë një atlet shumë mirë, se kum qenë edhe kryetarin I bordit, domethënë I ka vazhdu kontratën drejtorit KRM pastrimi me performancë që është jashtë ligjore. Ajo është çështje tina. Ajo është çështje tina. Mirë po, ai neve, jo vetëm mu, edhe kolegët, po edhe etnikun, si që din edhe falenderoj shumë për konstruktivitet që këna pas, nuk nja ka njoftu para prakisht për asë një vendim që ai do ta merr. Domthon, edhe na shtek shumë për kratë çat vendim tina, mirë po s'kena pas kur fare. Edhe ai ka dhënë dorëheqje, pra 2 muaj pas ka dua fati, na si Komisioni Aksionarëve u duft me në rënd që mos me lon pa përfaqësim në KRM, edhe e kana emnu pra zonën fjalë, edhe tash ajo është zyrtarisht atje edhe besoj që do të mbron komunën derisa të zhvillohen procedurat e konkursit të rregullt. Ajo është e përkohshme. Dhe jo. Për këto vendos tjetër kush. Unë e tes mujna me vendos, unë e di që se kena shkel se është domethënë është e përkohshme. Mirë. Tjetër, po. Ka pjesa të studimit të pa. Ka pjesa të studimit që është një ligjore, Po. Nuk përbojt pak ma shumë se edhe të nëzërtore komitetit dhe shumë të konqenit të shumë, dhe që një pak ma kishtë jo, Na këtë nuk jena për me komentu ligjin, po ligjin e komenton gjykatat edhe tjera. Na jena me ekzekutiv, edhe na jena për me mbrojti interesat e qytetarëve të Kosovës, se gjendja me mbretërinë, si që dini, nuk është as pak e mirë, edhe ne do të munduhem dhe shpresoj që do të rregullojnë tanë. Pra kjo është. Tjetër një pyetje, tjetër nuk mund e konstaton mbretëri se si e gjykatës për këtë punë zip që po gjë. Po e di unë çat letë si ti nuk mund më marrë si konstatimi. Po di unë të ligj, po e di po për koshme nuk është ashtu. Është për të rregull, nuk është ashtu. Tjetër pyetje I nderuar. Për sa I përket në Hans, po dhe, jo, I keni pas antarë dhe keni shkel ligjin, mos u mshtim me fol personale se pe antarit bordit u më emnu këtë që zbën, 3 vjet s'pa këtu në atë kompani. E di kjo çështje shumë mirë edhe nuk I, po dhe, po ti çata që si të e ditë mirë atin, po
Po mi si tonë. I nderuar sa i përket Zanogës, unë kom qenë domthon ditën e parë të vërshime në fshatin Hens, jo vetëm unë, po kemi qenë edhe me disa drejtor, edhe aty kemi po domthon që është shkel si me hon kjo katastri, edhe shumë qytetarë kanë marru edhe objekte, garazha, pleme, arëm për milion, edhe na kena në plan që tash me rregullimin e kohës, pra të marrëm fletën poseduese edhe do t'i pastrojmë, pra lumin Zanova që është problem i ka më të shumë për fshatin Hens. Shpresoj që gjatë verës do ta përfundojmë. Tjetër apo ta diçka masive që më këtë, për mbeturinat vëllimshme, unë pyetim duket dikush i PD-kës. Edhe këtë është një problem shumë i madh në komunën e Fushë Kosovës. Ne jemi të i mbledhur këtu mbeturinat, çfarë sa po kojmë kapacitete. Mirë po kemi pas problem që edhe deponia atje nuk na ka pranuar për këto të vëllimshme, u duhet me thërmu ose me vimcu, në mënyrë që t'i çojmë. Mirë po ne se edhe bashkëpunim me kryetarin jena të e kriju një deponi për deponi, domethënë për mbeturinat vëllimshme në Kek, edhe me komunën e Obiliqit, edhe ajo kom na sjell shumë kom e qenë e mirë, se edhe s'kena me pagu mu atje në deponi hiç, për ato që i qojna, edhe besoj që edhe ky problem është shumë i madh, po që ka qenë kapacitetet, edhe që ka që po kena mundësi. Tjetër s'kam edhe për ndryqim, pyti dikush fshatin Slatin, ke edhe te pishat, ndryqimi është funksional, nuk më pas këtë informat. Vete edhe ajo përfasusja e PD-kës. Po atje është ndryqimi funksional, nëse ju këto e rregullojmë se kena, që shme hon kontratë dhe nuk është problem. Mirë, faleminderit. Kështu, a jam të rëgullë me këmba gjithve, po kështu të në është pak me urgjenske, po se është o dhe atiku, kështu që të nëse që li dalin uri me mosore. A realite o dhe atiku janë kreditorës janë parasit, po edhe pasaj kemi paragrafë. Përshëndetje të gjithëve, nderuar kryesues, nderuar kryetar, nderuar përfaqësues të asamblesë dhe drejtar. Unë mora përzimin dalë të flas për si përgjigje për 3 pyetje konkrete, njëra për grupa. Për grupa në komunën e Kosovës është përgja sfiduese puna e grupave, kemi një kontratë të trashëguar prej pushtetit kalun, e cila i ka të shpenzuara sasinë e grupave, siç kam informacione, këto grupa janë shpenzuar se sa i përket kohës kur ka qenë fërshata, nuk janë mbyllë vetëm grupa, po është shfrytzuar edhe si sipërfaqe. Nëse jemi në Jo, kjo kontratë është në shërbime publike. Po unë e mora guximin me thonë, pasi që unë u pyeta. Po. Jemi të bua amandamentimin e kontratës, e cila në lejon një sasi me shfrytzu, edhe besoj që mrena 2-3 javë veç kena me arrit me rregullu këto grupat, paktën cilat janë tash, është edhe koha pak me ngrica me cilat nuk e përkrojnë asfaltin me bu. Pyetja tjetër sa i përket rrugës Doruntina, është në kuadër të ministrisë, duke u bë elaborate i shpërndësimit. Kam zotim një mënyrë për shefit kabinetit ministrisë se mjetet veç janë daneve që është duke u prit më bu shpërndësimi, në mënyrë që me vazhdu tutje, kena pas disa kërkesa do azhurnimin e disa pronave prej komunës është kryjtë më ato kërkesa dhe besoj që dhe shpresojmë është në interesin tonë që ajo rrugë sa më shpejt të marrë kajen e dur. Tjetra pyetje është sa i përket rrugës segmentit Slatin Bardh Grabovc. Para 10 dite me datën 11 veç kemi dërguar shkresë zyrtare drejtuar ministrisë për me intervenu në këtë rrugë sa i përket problemeve se kjo rrugë vetëm është amortizuar edhe besojmë shumë që do na ndihmojnë
për më qasë për ndryshe, po, s'mujna me hosen. Ju falenderit. Faleminderit shumë. Drejtar, Adriatik Zeshiri ka për ju masina Mersat Gjëqalla në kupa marë, masina të Pauzë kërko, Krysus, pa që këtë ja, pa morun e pauzë. Vëtë do? Pa morun e pauzë. I nderuari kryesues, i nderuari nënkryetar, të dashur asamblesë edhe kabinet. Kështu. Qëtësi dhe koncentrujë minutë dhe ato shkojnë në pauzë nëse të këtejna përgjigje. Kështu. Kur e vlerëson që jenë në një gjendje emergjente, komplet resurse që i ke i vendos në shërbim të qytetarëve. E njëjta ka qenë vlerësimi edhe puna me drut. Po, pse dola këtu është kjo, kur merr një deklarat në formë të konstatimit, edhe do pastaj me e shit si të vërtet absolute. Me thonë që fëmijët sot, shkollat, janë pa dru, është e pavërtet. Kupton? Për jashtën një shkollë, gjimnazi që në është vënu me kërkes, e që kryet furnizimi sët, ose nesër, të gjitha shkolla tjera le që janë të furnizume me dru. Po janë qaq mirë të furnizume me dru, sa që janë të gatshëm edhe për vitin e ri shkollor me fillu. Unë e kërkoj cila shkollë, ku mungojnë drut, si përgjigje. Unë e kërkoj qatë dhënë, për ndryshe, me ardhë me një deklarat të tillë, si në formë konstatimi edhe me thonë, kjo është e vërteta, nuk është në rregull, nuk është korrekte. Për qatë, na tregoni, ku pas kemi mungesë të furnizimit me dru, edhe ju përgjigjem për se cilën pjesë. Kaq, faleminderit. Unë në mujë me të kur sot u gjërës një minuta dhe dhejë. Një minuta. Po, dhije që i ke konsumu krejt. Dhe më thonë, dhe replikën, këndë replikën, këtë këtë ke konsumu. Unë e përbëjë edhe këtë qëmë, po të lutëm të respektojnë që ta, sepse jemi të rëllë të një, me janë se cili tash me i thyë këto, që edhe valionin tash e kom janë, edhe me gjeni, po e di. Që ta po thonë, të respektojnë na institucionalismi. Po më duket që atje ka fundi drejtar, ose s'po mujna më ndëgju mirë, ose po bëni zhurë me s'po na kuptani që po flasën. Në asnjë moment nuk thash që nuk ka drum. Në asnjë moment. Edhe ky konstatim që ti e the për mua nuk qëndron, se nuk thash. Kështu që kur të mersh përsipër, Thaj keni lënë shkollat pa dru, i keni shu njerëzve t'ju. Lumë të laurat. ngani bre po, ngani mëre juve, Dhe ja laurat, the. ngani bre se nuk thash bre, thash nëse... Ani be kolegë, merë mundin del këto falë, që faltoria për stavësh. E më dëgjojnë. Ti ke votu me ikë shkollën në Lismer, po mësëm qëtë. Drejtar, se ma hopen këta shumë po të mbroj kanë. Thash, jeni të ilon shkollat pa dru që nëse vazhdon ky më të keq, ato kanë me u rreziku edhe mos me pos dru. Që kjo është e vërteta çka e thash. Sa ne ku me publiku, edhe keni mu bindjo që nuk keni të e thonë të vërtetën. Bashkë me këta kolegë që pjanisin, ja, ke thonë, ja s'ke thonë. Ti kësha kallëzu edhe me shkolla drejtar, po për një me jeni të i bu presion, qysh po bëni presion të punëtor në komunë, të presion të drejtori që këmë fës që keni detyru me dhonë ndërheqje, presion të menaxheri pastrimit me inskenime tulta, se edhe ata emna jo këshallon, po pëndhimen ata drejtora të drejtëresha. Se për kesh përdojë pa kohën edhe mirësimi kërësur. Mos e kesh përdojë. Nxitjen për përgjigjen e pata pikërisht të ajo fraza kur that po i leni fëmijët pa dru. Po. Do më thonë,
Veç pak. Lutem dëgjoj se ti ju të ma prish procesin Edhe njerë, nxitjen e pata pikrisht e kjo frazë. Për shkak se është e pavërtit. Kjo pjesë është e pavërtit. Pse, për këtë presionit, për drejtort, sidomos për pjesën e arsimit, nuk po flas për dikasteret e tjera, i vetmi presion që mundet me u duk është serioziteti dhe profesionalizmi jem. Presion tjetër let të lajmërohet secili, unë jam i hapun për çdo institucion, let adresohen edhe let drejtohen për çdo send. Unë jam shumë i hapun prej teje me marrë informacione të pres, ndaqë edhe në zyre të DK-s. Për mu veç një interes është që shkollat me funksionon mirë, ambientet me qenë të ngrohta, edhe procesi me qenë dinjetoz. Që kjo më interesën? Pjesa tjetër? Shqiptar që viziton sallat arsimtore dhe shkollat e bashkësisë. Veç pak. Mirë. Qoftë edhe jashtë proces verbal. Jashtë proces verbalit. Këshilltar, kujt po i referohesh si këshilltar? Nuk ka këshilltar të arsimit. E para nuk ka këshilltar të arsimit. Nuk ka këshilltar të arsimit të cilët i vizitojnë shkollat pa lejen time. Nuk është, s'është pjesë jo. Mirë. Edhe nashta qetësohëm mas pauzës krejt edhe fillojnë në një prapë dite që jena veç pikën e të rejtë. Faleminderit drejta 20 sekond. Valer Murseti ka që dorën për diçka, s'du me dorë piktuit pa e të drejtën se cili të që po me thonë diçka. Po ju lutëm shumë, respektojnë me dhe mu se po të me respektuar procedurat, ku me jepë po të mjaftush për sa dush, po mos e kesh përdani. Laurat, shumë i këtër kesh përdojnë këtë pikë të e në ditës. Lutëm përmboj, valjan po. Lutëm tash, është koha e përcaktume, është në regullat e përcaktume, veprimet mund mi bo dhe jashtë valjan po. Po, veç urna. Nështë dhe qeshja të pika kryesore, ma që kërkojnë në të shtu, nështë në kërkojnë mundet në informu për pjesën në prej budget për vitin 2026, rruga Femenda Grosi për gjatë e kërru që kalen, a janë doa mjetër budgetore për këtë rrugë? A pritet? Edha me përgjishë territori... Po është dhe mërëtune se rruga Dorotina. Që to, që kjera është? Po, ndër rruga sa shetë. Se po, që kjera është? Po mjetër budgetore? Po edhe përkinë të zënë është të zëtim prej shetë kabinetit që janë mjetër të gatshme vetëm pritet mësimi. Po është proces. Që është proces, faleminderit. Mi gjemë, do me të altisë u e të shka nëse... Okej, na ja adresojnë a kryetarët të thojna që ka përgjigj. Këtë si nuk kemë të papërgjigj, po që jo të destina të përgjigj. Ne foto e shumë e rëndësi, në shosin hajlar të dalja mjetëve për budget. Për 2026 në budget, për budget 2026 në shosin hajlar të pakë përre. Drejtua adhe kryetarët dhe në kryetarët, mere shikim budgetin, mere shikim budgetin, me basit budgetin, sa kina bot, që kina I qenë e budgetit është taj që votu në fond të viti, nëse në e për mundësia me rishiku, e kina dhe me bot. ulemi dhe trajtojnë. Na kina dhe bot e vjetën, nga të vjetës e vetë, në shëzime një vjetës e qartën, faktet shkolla avër gjenit vetës. Mi do një qita si vjetës, për mërë në një të të rajtojnë. E qo, faleminderit. Faleminderit shumë i gjenë, atëre mirësat që qolla masina të Holland të menë. Këtë i folje mirësat, një pyjtje. E di, po unë e në u kalu pa vërmenshë. Këtë i folje edhe ne. Falë kërë. Faleminderit kryesus, përshëndetje për gjithë me kryetar asamblesë, kolegë drejtar. Unë një pyetje mora prej pararancës time vjosës, e niva për obligim me najtë
pak ma gjatë edhe me Allahun e sqarim se kur jam kanë qatë pjesë edhe unë kom lypë gjithmonë drejtërët me kanë këto, për kundër që i kam do dilema me që të zgjatjen e ndërhyrjen mes asamblezë dhe qysh dhe që tjetë si jam pjesë e govendit edhe s'po besoj që më takon mu me marrë të drejtën me full. Unë veç dashta me njoftu asamblejistin që po një takim më mojtë, gjatë pyetjes po besoj pak keni lëshim te pjesa kur e adresove pyetjen jena në rregull, po te pjesa kur tha mju njek ata kafe, nuk ka nevojë më na njek vjo s'kërkush, grata s'kërkush, thirrja ka qenë e hapur, ka qenë faqet komunës, një pjesë të madhe të fermerëve janë komuniku edhe me telefon, kur më kanë thonë që një pjesë s'pi përgjigje në thirrje, atëherë kena shku me thirrje të hapun. Arsyeja pse kena vendos me kanë në nivel një në kuvend komunal, kena prit që kanë me kanë numër i madh, ju e dini që ke sallë 5-60 vetë, nuk nxen më shumë, edhe kena prit me kanë në të kundërtën sa i përket pjesës së grus fermere, unë po them ka pas grada ato, pajtona me ty që ka qenë numri i vogël, edhe unë besoj që duhet me kanë më i madh, mirë po edhe për kësaj foltore, po them jam i hapur edhe një fermere cila ka qenë e kom ftu në drejtori, ai ka pas një kërkesë që nuk vjen në domenin e drejtorisë tam, mirë po bashkërisht e kom shoqëruar te shërbimet publike edhe gjithmonë kom ndodhur kështu. Kështu që arsyeja pse kena vendosur me qenë atje ka qenë vetëm mundësia më e mirë, hapësira më e madhe edhe me pas një ambient më të ngrohtë për bashkëbisedim. Në të kundërtën, unë po them, nuk besoj që ka ekzistuar madje te askush ndjenja që janë femra dhe janë moshkull, kush më ardh, kush mos më ardh. Në bindjen tam personale e ndjej pak edhe ofendim me thonë që një femën nuk vjen me pi një kafe në një restoran ku debatohet një temë e caktuar. Unë po besoj fakti që kanë vendosur me pas biznes, me ardh me pi një kafe në një lokal caktuar është më e pakta për një gru që është fermere. Prandaj përgjigjja është çik edhe që kjo kanë këtë arsye pse kanë vendosur me kanë që atje edhe jo këtu për neve këtu kish me kanë shumë akallaj dhe më afër, mirë po kanë zgjedhur me kanë ma pranë tëne që me kanë sa ma konstruktiv që jo qaj takim edhe me kanë ma ofër tyne. Kështu që unë s'kam që a ishte e kësaj pjesë. Faleminderit. Faleminderit shumë drejtore në rrugë dhe kanë të për këtë kalet që bëna. Kështu ne edhe një qarim të shkushëm në paketën në duhet në thonë. Për së cilin pikë, ta jemi alon në pikin e të rejtrajnë të ditës, për së cilin pikë të gjitha asamblejësët, të gjithë pa preashtim ka të drejtë për replikë 1 minuta dhe kondë replikë 1 minutë. Asamblejisat të cilët i te kalojnë, nuk mujnë atash për se cilin falës këtu me pas replikë, po mujnë kena të drejtë të një replike për një pikë të rëndë të ditës dhe një kundër replikë për një pikë të rëndë të ditës. Në pika tjera, masena kemi të drejtë. Në këtë rast, po, valëm për e bojmë edhe këtë preashtim, për shkak që u bënën disa preashtime për një pikë të rëndë të ditës, veç por në fjolla për. Tu dhe mësa ma i shku në tjute. Si këtë takimi me fermer, për posë pajtona që nështë ka mund të zhvillohu në forma tjera takimi, unë e që të thonë se cila ka qenë pika diskutimeve në këtë mbledhje, ose forma që të vazhdohet me subvencionimeve dhe grondeve, që të ti që tash është ku e shkurtë edhe për drejtorin, por një disa komuna për shembull mbështesin me subvencionim fidaneve që ndjellën për sejra, të dinë se drejtoria e policisë në kushtohet shkoptet model, edhe cilat kanë qenë kërkesat, cila është mundësia e komunës me mbështet bojqit, sepse më mo në të kaluarën në shumë komuna, po dhe këtu për shembull ndosë shmendorja me kultivator, që më ne që nuk është një formë të duhur e mbështetjes për fermer. Ata kultivator janë shi, edhe në formën ka mjete tjera që janë të vogël, ka traktorë të vogël që janë me nismë pak më të se kultivator, në sportorin do të merr në formë një më të mirë, sepse ka kultivator, se cilës nuk mund të shëtësuar për nga fermer. Faleminderit shumë kolegi vetëm. Po, si po të rësim vetëm? Do po. Me të përgjithë që Faleminderit nderuar asamblesë, po e marr të drejtën pak një sqarim pak më të gjon se e di që je në mandatin e parë. Po, në kaluamën ka funksionu, e ki edhe drejtoreshën këtu, është mbështetja për fermer, po është edhe një pjesë që e quajnë ekonomi familjare, ku kanë bërë pjesë
qito kultivatorat e serat e për ekonomi familjare, edhe unë këtu publikisht po premtoj edhe po të garantoj që kultivatorat Tarosat Banesa ka përfunduar e pjesë. Kështu një i sigurt për këtë pjesë, sa i përket pjesës ku dhe çka duhet me dhona e kena një buxhet trashëguar, se ne kena gjetë, merri shikim duhet mi pa mundësit, që kjo kanë edhe ideja mi taku fermerët edhe mi pa mundësit e të në janë jashtëzakonisht mëdha janë raport me mundësit që i kena na, jena të i shiku që ato kërkesa tyre edhe të i e pa mundësim për me qenë afer që ka që sa kena buxhet dhe sa kena mundësi me qenë afer tyne, pajtona plotësisht që ka pas kërkesa për gjitha natyra ose punëve vendarive cilë të zhvillojnë. Prandaj, pjesa e kultivatorëve, unë prap e ndoj mendimin o keq përdor shumë edhe o bu si imazh i keq, se përveç fermerëve nëse do me ndihmu një familje realisht kërkesat e tyre që të përfundojnë kultivator në serë, sa ata që i kanë 4 pasari bosh që ti të nërështë s'ki qysh, ose veç dësh me janë ashkalu krejt, unë mendoj që kultivatori në Fushkëso, po, për shkak të kalumës që o debatu shumë edhe o degradu shumë, o bu edhe si pikë referencë mos jabni, unë po thëmë, për çka këna me dhonë halas janë orën qatë pikë. Në momentin që fillojna me bu thiret edhe mindo, një po të premtoj edhe po të garantoj, për çka që sa t'jem që ato, nuk ka me ndodhë që ajo, se edhe unë jem pjesi kur i kumpallë në për tarasat që kanë qenë të fotografume, kena me insistu edhe me punu bashkarisht me gjithë juve, që se funja vunit kapacitetet tona pritëresha veç i din, ku do që vrejmë që ka pas në i keq përdorim, sigurisht do të menu mundësit edhe mos me kanë më përfitus, se kjo nuk është me bo tregti, po është një ndim për me ngjallë pak qëtë ekonomi dhe qëtu familje. Falenderit. Fjallë për drejtorin Taulan Fermer, nderuar fjallë Shëndetje, zoti kryesues, asamblesë. Kështu, çështja në urbanizëm, çështja në urbanizëm është shumë e thjeshtë. Është një orar, respektohet, vene, kryeni punë që keni me kry, dele. Pa orar nuk vjen kërkosh. Ajo mënyrë e sjelljes që bëhet prej personave të caktuar, nuk ka ndodhur veç një herë, nuk ka ndodhur veç prej një persone, unë personalisht në drejtori të urbanizmit nuk e toleroj. I vetëm asamblesë që ka qenë në zyre të urbanizmit, ka qenë asambleisti Habib Mekolli. Ish asamblesë. E unë e komendu që nuk e asë të vetëmin cilin personalisht nuk unë politik, më dojmë shumë pak jam flasë të kry tani, nëse do në me bo debat, rrim, tani ditën se kom problem. Dhe vetëmin asamblesë cilën e kom kontaktu personalisht, ka qenë zotëria Leto Topalli. Kom diskutu me to, e kom ftu, na ka humë pak, si nështë edhe neglijenca jeme që se kom kontaktu prap, edhe pse cilën edhe kom prit, tjertë, jeni t'interesun me ardhë në drejtoritë urbanizmit, është emaila zyrtare, është telefone, kontaktojmë, do të mi u këthy përgjigjet, do të mi u aprovu. Për ndryshe, është orari, marte, ajte, jeni të mirë se ardhën, pjesën tjetër, nuk mundin me hy. Po ju të regoj publikisht. Faleminderit. Është gabim drejtor sepse kemi rregullore të administratës për administratë hapën. Na kena një rregullore që i kemi administratën e hapën dhe ka bashkë për shkak të specifikave, për shkak të specifikave të magjistrit, për mbikëqyrje të ekzekutive. Po, kjo është e vërtetë se po flasim për kursus. Për shkak të specifikave të urbanizmit, drejtori ose madje peçoj provokim kështu me dalë me thonë kuvendit, antarëve të kuvendit, peçoj provokim kështu me dalë, nuk dani jo, nuk kemi mundësi me arë kur dani jo. Jo, nuk o provokim, sepse pyetja ju bërë kuvend, dhe pozitja bërë kuvend. Ja, po se janë të drejtë nacionit tjetër. Pyetja u bërë kuvend, po vesh një moment dhe të pyetja u bërë kuvend, e ndëruar kolega asamblesë, të lutëm shumë. Pyetja u parashtru në kuvend. Përgjigja u dha në kuvend. Replika mundet më bon kuvend edhe kunde replika më bon kuvend. Qka do tjetër jashtë
procedurave të kuvendit, mundi me diskutu jashtë procedurave të kuvendit. Për momentin drejtori e dhavi përgjigje, nëse në më keni replik, jepeni replik, drejtori nëse do të thonë kundër replik, çohet ata replik. Po ashtu për juve, edhe për juve, respektoj rregulloren, respektoj pikën e rënë ditës. Patjetër. Edhe lutem padim që jena në kuvend. Patjetër. Po është çështje e gabuar kur jemi në fillin e shekullit 21 për një administrat hapën, aq më pak për anëtarët e kuvendit që kanë drejt gjithmonë me parashtru kërkesa. Shumë e saktë. Kjo shumë e saktë. A ki me replikim të marrë pauzë. Ali kemi replikim? Jo, Ali të po, a dëgjojnë asë Ali të tonë? Po pajtoj me mendimin tonë. Po drejtori me mënë. Po. Tash, pyetjet i bërë. Pyetjet i bërë. Unë s'kam përgjën të pyetjen asaj. Unë çështën që ke drejtori kuvendit. Dhe nuk petin që kini rregullore për çështjet hapën se administratorët e hapën. Specifika diko se cila drejtorinë se është dashurshme që duhet me kohën e mbyllur, përsa në të tjera, sepse këto dy kanë të hapuna fizikisht gjithmonë, por gjithmonë kanë qenë mbyllur në për asambleisë, to e dim krejt. Po, e ku provu vetë. Po flas për ty personalisht, po flas që ka pas drejtorë që s'ka pas as gjosa s'me folni. Po vlenjat, qytetarët kanë çështje 8-4 për çdo ditë. E kanë, kjo është shumë e saktë. Por, për shkak specifika drejtoria e urbanizmit se është të arsyeshme që duhet në çësi forme me funksionu, e ja parashikojmë. A janë ligji. Po më qësë janë ligji? Jo. Po, janë ligji, qësë janë. Ligji për administratës jo. Ligji administratës nuk janë me mbyllën çështjen e qytetarit. Fal, edhe një diçka. I cili thotë që mu male janë, me qilë derën, dhe unë ta saktoj ty orari për dushë. Mirë, sa... Po një keq me këthen qëtu në personale. Personali me asnjoni nuk e kam. Në më thonë, qasja ju i ndaj meje, ma e një qysh doni. Po, të tillë. Të ndëgjoj sa dush, po të... Po në rregull, me ardhë. Po pe këthen, so spedita qysh me të përgjigjë. është e drejtë, në secilën komunë funksionon si e tillë, shkon Prishtinë, ditën e hane, prova me jenë drejtoritë urbanizmit, shkon edhe në komuna tjera. Drejtoria urbanizmit është e mbyllur për shkak se ka land me të cilat do të me procesu. Ato land nuk është një dokument i cili përgatitet mrena ditës, ose se s'po du me rritë rëndësin asnjënës. Janë disa projekte që cilat kur të hapën në zyren s'ki as ku kalon. Domethënë, do të më marrë me dy çështje të ndryshme. Do të me punu, ose veç do të me najt qel, me majt zyren qel, edhe mos me punu heq. Domethënë, në qëtë formë, edhe një herë më falë, se qajo është hapësira punuse, edhe një herë, qajo është hapësira punuse. Në urbanizëm, domethënë, me ardhë, në gjatë jashta pjesës tjetër të orarit, cila ka punë me palë, domethënë, tjera është e mbyllën. Mundi me bo kërkesë, në bashkë asaj kërkese, kthej përgjigje, edhe vini, edhe jashtë orarit, edhe jashtë pjesës tjetër. Por, me ardhë, nëse i keni kartelat, shumë kesh, s'kena IT, kena më marrë me IT, kena me ndalu qasjet. Nëse ka qëllu dera qelë, rasisht, fatkeqësisht, do të me dalë. Dhe më të më thonë, që kjo është pjesë e diskutimit. Unë personali edhe njerë për ju dregaj, nuk e ka me kërkan, nuk më intereson, e di që i keni shok, kolegë, keni punu me ta, keni muhabet e krejt, vazhdo një jashtë, t'il një jashtë, asë njonit nuk i thomë dikona rreje e ullën. Dëgjam, të drejtën në rregull. Jo, bre, jo. Më thonë, këtë pjesë, mirë. E mi u drejtu asamblesë komunale, më të lartë në
që për respektojnë, ma shumë të ma kesh për gjomi, lirin që për javjepi. Pa një ide është, a mëna me lonë që është mendimi jonë të qka se s'po di as çfarë përgjigje më me donë. Ligji ma lejon që to për që ata kon veçdu si i tillë, a vjen. Faleminderit. Drejtor, faleminderit shumë. Kështu, po shkak korrekcie. Bashkimi e ka çu dorë ka dosh me tonë diçka. Ja, s'ka. Të secilët ja japëm fjalën, nuk do më amok me puna. Bashkimi Vllalia, jo fushë. Bashkimi ka një parë. E ka tërheq bashkimi. E ka tërheq. Bashkimi ka një. Ali të thonë fjala për një. Okej. Unë veç sa për sharem dola, zote Taulant, kishte qenë mirë të jesh prezent s'pako një minutë, sepse du për sharem, jo për diçka tjetër, edhe për shkak të korrekcisë. Ju më keni kontaktu në një ditë të caktuar, nëse nuk gabuam, ka qenë ajo ditë e martë, dhe keni kërku një takim me mu dhe me drejtorin e kulturës në një ditën që ju e keni caktu ka qenë për të enjtën. Nëse s'ka qenë kështu, ma thoni. Kjo e para. E dyta, kemi bisedu për mes telefonit, ju kam konfirmu që unë do të vi në takim, dhe ju keni qenë ajë që keni thonë se nesër do të thotë mërkure, unë do t'ju kontaktoj, më marrë vesh për orën. Dhe ju nuk keni kontaktu, unë e kam pritë. Ka që thjeshtë. Faleminderit shumë. Drejtor, do më thonë diçka apo Faleminderit shumë. Atëherë kështu, të nderuar kolegë, me qenë se e konsumu kritik krajnë të ditës, po shkojmë pauzë për një orë, në ora 14, vazhdojmë për ditët e salës. Të gjithë për mirë kuptimin. Atëherë, vazhdojmë me pikën tjetër të rëndë të ditës, është pika e 9, propozim për themelimin e Komitetit për Komunitete. Kështu, propozimit janë kështu. Përfaqësuesi i lëvizjes me një dosje e jep një propozim, Lida Demokratike poshtë një, Partia Demokratike një, përfaqësuesi i Nismës Social-Demokrate kemi këtu të tjera që kemi materiale, keni të gjithë kanë janë të nënkuptueshëm. Edhe kemi përfaqësuesin e Komitetit Bashkëpunim nga jashtë, ku vendet të komunës, edhe propozimin e përfaqësuesit të Komitetit Rom jashtë ku vendet të komunës. Vazhdojmë të lëvizja me vendosje, propozimet e juja. Ju të për antarën? Nesër lëvizje me vendosje për Komitetin për Komunitete propozojmë zonjën e Sorta Çatopit. Faleminderit shumë. Lida Demokratike? Ne propozojmë Afrim Dumonin. Afrim Dumonin, faleminderit shumë. Partia Demokratike e Kosovës. Ne kemi dy propozime, për shkak se s'puna më bën rash. A ti marrë tjera granë, ta në fund ja marrë një herë? Na me shefit, na janë dy grupe, i kanë një grupe për shkruar dhe 2%. Aida Lim. Okej. Unë propozoj Ermolin, se mu prej qendrës për këto dy komunitetëm kanë thonë për dikën tjetër, edhe këta pas kanë ndru, që unë e propozoj Ermolin. Okej, atëherë këtu emrat të mençit një nga një në votim. Mirë, atëherë me që si kemi, i morëm dy propozimet, po, faleminderit. Tek nisma e Socialdemokrate në kuptohet të Dritan Ademi. Jo, Përfaqësuesi i Partisë Liberale Egjiptiane në vendin është Bashkim Krasniqi. Përfaqësuesi i Partisë Demokratike të Akademit të Kosovës nga kuvendi i komunës është Dashnim Bajrami. Përfaqësuesi i Lisës Serbe nga kuvendi i komunës Komiteti Serbe Doman Doderović. Edhe përfaqësuesi në Komitetin Bashkëpunimit jashtë kuvendit të komunës zotë Dashnim emri Gjeneta Bajrami, faleminderit shumë. Edhe Komiteti i Rome ka dërguar emrin e Gjinete Gashtë. Atëherë kështu. Me qenë se këtë rast i kemi dy propozime. Po shkojnë një nga një. Për se cilin propozim. Për se cilin emër. Blok po votu gjithmonë, komiteti më votu mirë.
apo mirë në vështë në beshën? Po ja, unë si shef duke të vëzaj Aiden. Po. Roha për vëzaj Ermoli. Ta shkëve djeri që si vëzaj. Po. Po tani, mëni me narkos dhumra me vëdhum. Na përdojna me avlecu punë. Po na përshkëve një tani. E merë, brenda grupit, kjo vëtuar, do të Mujna me shku me njëjtën situatë që ka qenë në LDK-ja Komitetin për Politike. Po prapë du të me prunë pikë të anë ditë sa ose në tjetër, prapë me morë me që të punë. Prapë mirë me, se kjo është procedurë. Ja, po du mos më mirë me që të punë. Kam të drejtë. Nga grupit, jo antarëve tjerë. Nga grupit partisë shkon, jo antarëve tjerë. Të vazhdo që duhet, mështë të vazhdo e di që qka të dërgojsh. Me opinion nuk të jetë pëllopi. Kjo është saktë. Kur nuk më pajtona, asë njerë se të janë. Arsyeja vetme është e Gjergj Katriqi që është ministër. Jo, ata shpeshon para gjykimit. Mirë, ti diskutim se nuk e lejo. Atje ku më thy. Mirë, muna për të kërë dhe në gjashtë me folë për parkunë, po në po du me javë letu. Nëse më lejot një du më përzim punë të subjektet as ma pak, po... Nëse më lejoj më përzim, po se në një sekundar... Jo, unë e vëllu, se na jena me një përzim shumë pa në mirë, sa e kena dy përzime. Po mirë, ishe se një nga njën në gotit. Më rejko do shtë ato të shojnë atë. Ka me kone një njësa. Erman, përdëgjojnë avenimin e tina, ka të drejtë në avenimin e vetë, rejko është. As po du më përzim ka le qane, as më interesën fore ka le qane. Po mëse që ne këtë kuvend para një optit krymë a me votu Aiden, a me votu Ermolin, se për neve rinim njëjtë. Tash, dhe më lidhe në ashme besoj ju sëmurën në zveti dhe të një njënë. Nëse pranën, nëse së pranën një kërë mirë, po shkojna me votime një nga një. Një nga një. Po, bashkim? Po, se fjash jashtë e më falë. Po, orna. Propozimin të më zdia... Po, bashkimi? Po, nuk jam më nërë. Pse? Suadi, ku me fanë. Soade kur të vjen bota antari kuvendit, atëre mbrojna me ty. A pasaraj? Po, se në qenë se zyrtarisht ti je edhe komitet. A jena të qartë? Do më s'po dhëtë me propozu me Jo, s'ka problem. Mbrojna së këtë të kësë ta shqipe përgëtsojnë komitetit. Pa problem. Atëherë kështu, propozimin e levizjes vetëvenduse për antarët e komitetit për komunitetet. Besarta Qadraku, kush është për? Unanimisht. Apo kundër? Apo abstenime? Faleminderit shumë. Besarta Qadraku është antare komitetit për komunitetet. Përfaqësuesi i Lidhjes Demokratike të Kosovës nga Kuvendi i Komunës, propozimi i Lidhjes Demokratike, Afrin Domani. Kush është për? Unanimisht. Faleminderit shumë. Përfaqësuesin e tash dy propozime. Partisë Demokratike së tash të kryedoj, së të kryedoj Partisë Demokratike, po dy propozime. Mirë, pja për përfaqësi. Kush është për Aida Alimi propozimin e Partisë Demokratike? Kush është për? Nëmra një lutë, vota? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kush është kundër? Kush abstenon? Në kanë qitë që pozit, sa shvotuj në 14. Ale one, bashkim, që me kukë, dure nëse pas të zojnë në kitë, pas të të tje që të të besojnë në kitë. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Mirë, nuk ka lënë propozimi për Aida Alimin. Kush është për propozimin e Ermal Domonën se antari i Komitetit për Komunitetet? 4, 7, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21. Faleminderit shumë. Kush është kundër? Kundër apo? 1, 2, 3 vota kundër, abstenime? S'ka, konstatojmë që Zotit Domoni është antari i Komitetit për Komunitetet. Atëherë, për Driton Ademi, kush është për?
Faleminderit shumë, ako vot kundër, ako abstenime, Bashkim Krasniqi, kush është për? Unanimisht. Faleminderit, ako kundër? Ako abstenime, Dashnim Bajrami, kush është për? Kush është kundër? Abstenime, s'ka. Radoman Doderović, kush është për? Pa, të kështu në makina, ta jo. Na në shpa. Po. Kona në shpa. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, po kundër? Abstenim, s'ka. Abstenim një, falni. Po, një, më falni. Propozimi I Komitetit Bashkëpunimit nga jashtë kuvendit, Xheneta Bajrami, kush është për? Na Jesus. Xheneta Bajrami, unanimisht. Kundër ako, abstenime s'ka, kalan, edhe Kimeti Gashi nga Komuniteti Iran, kush është për? I kam në shkrime. Po, I kam në shkrime. I kemë sistematari Komiteti për komunitetin. Unë e kësha limpi po. Është të laviti. Konstatojmë që Komiteti për komunitetin është të renuar nga këta sot, besoj të qëndrotu. Po, faleminderit shumë. Kalojmë te pika tjetër e analizës që është plotësimi I Komitetit për Politikë e Financa, emri nga Lidhja Demokratike e Kosovës për plotësimin e këtij komiteti. Po, Laurat? Ne propozoj vetëm, që propozova në herën e parë dhe mas arsoj emailës të ministrisë që ka konkretur në periudhën. Propozoj vetëm. Mirë, atëherë propozimi I Laurat dhe njohësit për anëtarët e Komitetit për Politikë dhe Financa, kush është për? Unanimisht. Ako vot kundër? Abstenime? S'ka, konstatojmë që Laurat dhe njohësit e plotëson Komitetin për Politikë dhe Financa. Kalojmë te pika tjetër e renditës që është propozimi për themelimin e Komitetit për Zhvillim Ekonomik. Atëherë, kështu, është një kërkesë që ka ardhur nga Partia Demokratike e Kosovës, me bon një ndërrim, sepse një përfaqësues që kanë taku divizëve vendose të Komiteti I Arsimit, një I ka taku Partisë Demokratike të Komunitetit për Zhvillim Ekonomik, për shkak të mungesës së asamblisave. Kështu, këta kanë kërkuar që përfaqësuesin e tyre me hjek prej zhvillimit ekonomik dhe me vendos të drejtori I Arsimit, ndërsa lëvizja me vendosje me është vendos me prut e Komitetit për Zhvillim Ekonomik, antarën e saj. Në këtë rast, nëse procesojnë, lëvizja me vendosje I ka 2 antarë të ky komitet, ndërsa Partia Demokratike e Kosovës nuk ka antarë. Kështu që e ftoj lëvizja me vendosje me dhënë emrat për antarët e Komitetit për Zhvillim Ekonomik. Mes lëvizja me vendosje propozojmë zotin Daud Krasniqi dhe zotin Hajdi Mjeku. Kurse, si përfaqësues të jashtëm? Të jashtëm, Serafina Piza dhe Gjanca Smoni. Faleminderit shumë. Zgjedhja Demokratike e Kosovës. Sarim Kosovë, se vendoset me përfaqës me propozu përfaqësues të jashtëm. Kanor që është përfaqësues të jashtëm. Kanor këtë vetë lidhë dhe që e kryti punën vizorita se në konë e ka përdi. Që më imi lezonë. Kjo është në shtamin me posë në gjithë përfshirje. Po, gjithë përfshirje ka. Mirë. Atër faleminderit po shpresoj që e keni shpenzu pauzën mjaftueshëm për me pushtu më relaksu pak edhe që punë më na shkëmbar. Vazhdojmë në seancën, jemi te pika e 4 të ditës, që është propozim për çakimin e lokacionit për ndërtimin e qendrës kryesore të mjekësisë familjare Dr. Fatmir Krasniqi në Kosovë, e drejtoreshën me në shaqin për vojtë në material. Faleminderit I nderuar kryesues. Me lejoni që sot para jush të paraqes propozimin për caktimin e lokacionit për ndërtimin e objektit të qendrës kryesore të mjekësisë familjare Fatmir Krasniqi në Fushë Kosovë. Kuvendi I Komunës së Fushë Kosovës, bazuar në nenin 12.2, shkronja D,
Nenin 17 shkronja BCDS të ligjit për vetë qeverisje lokale me numër 03L040. Nenin 12.1 shkronja BCQ, nenin 13 shkronja Q të statutit të komunës së Fushë Kosovës, numër 98 të datës 12/8/2012, i propozon Kuvendit të komunës së Fushë Kosovës që të shqyrtoj propozimin dhe të marrë vendim për caktimin e lokacionit për ndërtimin e objektit së qendrës së të mjekësisë familjare Dr. Fatmir Krasniqi në Fushë Kosovë, me bashkëfinancimin nga Ministria e Shëndetësisë konform marrëveshjes së nënshkruar me datë 23/12/2025 ndërmjet kryetarit të komunës dhe ministrit të Ministrisë së Shëndetësisë në ngastrat katastrale, materialet cilët e keni pranuar paraprakisht. Propozimit në fjalë i bashkangjitet edhe dokumentacioni përcjellës për pronat komunale. Andaj ju lutem që ta votoni këtë propozim. Ju falenderit. Falenderit shumë dëgjëresh. Atëre ka obën të votimin lëvizja vetëvendose. Falenderit kryesues. Të nderuar anëtarë të Kuvendit, propozimi për caktimin e lokacionit të ndërtimit të QKMF-s, qendrës kryesore familjare Fatmir Krasniqi, është një hap i rëndësishëm për zhvillimin e infrastrukturës shëndetësore në komunën tonë dhe për përmirësimin e shërbimeve dhe rritjen e kapacitetit të tyre. Ky projekt realizohet në bashkëpunim me nivelin qendror, përkatësisht me Ministrinë e Shëndetësisë, sipas marrëveshjes së nënshkruar me 23 dhjetor të vitit 2025, dhe është një shembull i mirë i bashkëpunimit ndërmjet nivelit komunal dhe nivelit qendror. Po ashtu ky projekt sjell të mira në komunitetin tonë sepse rrit kapacitetet shëndetësore në Fushë Kosovë, të cilat për momentin nuk janë në nivelin më të mirë të mundshëm. Kështu që si grup i lëvizjes e mbështesim këtë pikë dhe ju propozojmë që të mbështetni edhe ju të jepni nga subjekte të tjera. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë për kohën. Atëherë në emër të Lëvizjes Demokratike, Darol. Faleminderit kryesues. Soi përket propozimit për caktimin e lokacionit për ndërtimin e objektit të qendrës kryesore të mjekësisë familjare në Fushë Kosovë, në parim jemi që komuna e Fushë Kosovës duhet me pas një qendër më të mirë dhe më funksionale soi përket ofrimit shërbimeve. Drejtëresh, kjo çka po du me thonë në këto momente nuk ka të bëjë me qendrim politik kundrejt ndalimit të ndërtimit të kësaj qendrës, po kush ka qenë në mandatin e kaluar pesha këtu vetëm vlonjatin kryesuesin, edhe një pjesë e LDK-s edhe një pjesë e PDK-s. Në mandatin e kaluar ne si legjislacion kemi marrë vendim që këtë parcel ta ndajmë për ofrimin për ndërtimin e xhamisë. Me plot goje dhe deri diku edhe me drejt, grupi asamblezëve të lëvizjes vetëvendosje e pati kundërshtuar fuqishëm, duke u thirrur që nuk është inkorporuar në horizonale. Nuk është inkorporuar në horizonale, nuk parashen ndërtimin e QKMF-s në atë pjesë, në horizonale që është fuqi tani. Në plan zhvillimor komunal e kemi pas inkorporu, po masi u shfuqizu plani zhvillimor komunal që i bie që s'është as në plan zhvillimor komunal. Drejtoresh, do është edhe me bu një pyetje, a është nënshkruar marrëveshja për ndërtimin e QKMF-s me Ministrinë e Shëndetësisë? Është nënshkruar, po qysh është nënshkruar pa u caktuar lokacioni për Kuvendit komunal? Ndoshta më mirë i shkon mbi ndjek pak hapat nga e para, tani me vazhdu të në nënshkrimi, se çka nëse ky kuvend jo, na mujna me bëj çka duhen apo janë do rregulla që ne caktojmë lokacione, mandej fillojnë procedura tjera. Drejtori në urbanizmin nuk pesho këtë se
kjo është çështje që nuk i takon drejtërisë shëndetësisë dhe për një mend nuk duam ju ngarku me diçka që ju nuk jeni përgjithëse, po kisha dashur me të ditë një mendim ti se çka parashihet atë. Edhe një pyetje drejtërisht, ajo parcelë, ato parcela që keni bëu bashkë, a janë mjaftueshme për ndërtimin e asoj që KMF-ja për arsye se Ministria sa ishëm ne në pushtet e pa zvoglu projektin, e pa zvoglu dhe më thonë si objekt për arsye që nuk ka qenë parcela. Dimenzionet e parcelës janë problematike. Nuk është një parcel me një formë përshtatshme për ndërtimin e një QKMF-je. Na për hir të këtyre që nuk është e parapor në horizonale, nuk kena plan zhvillimor komunal, ne nuk e përkrahum, por jo për arsye politike, jo pse jemi kundër ndërtimit të një QKMF-je, sepse çdo punë të mirë, çdo punë të marrë, ne kemi me pasur mbështetjen tonë, po edhe kemi me Eduard Trokit, po veç me i respektu dokumentat kryesore mbi të cilët funksionon komuna e Fushkosovës. Faleminderit.